Shikues Tra News ju përshëndes, ju ftoj të ndiqni përshkrimin e motit për sot dhe nesër në vendin tonë dhe kontinentin evropian. Pjesa më e madhe e Europës paraqitet me mot të kthjellë dhe të qëndrueshëm, ndërsa zona e Europës lindore dhe brigjet e Turqisë kanë rreshje dhe era të forta. Njemi tani me kushtet e motit për sa përket vendit tonë. Sipas Meteoralp, moti do të jetë kryesisht i kthjellët me vranësira të lehta, kryesisht në zonat malore, por pa rreshje. Temperatura do të luhaten nga 0 deri në 20 gradë Celsius. Era fryt me një shpejtësi 45 km/orë, duke krijuar kështu dallgëzimin në brigjet e tare 2 ballë. Njemi tani me kushtet e motit për sa përket rajonit e Europës për ditën e nesërme. Pjesa e Europës lindore dhe brigjet e ditë të zi do të kenë mot të paqëndrueshëm me rreshje dhe stuhi, ndërsa pjesa tjetër e kontinentit do dominohet nga mot i kthjellët dhe i ngrohtë. Njemi tani me kushtet e motit për sa përket vendit tonë për ditën e nesërme. Sipas Meteoralp, moti do të jetë i kthjellët dhe i ngrohtë me vranësira kalimtare kryesisht në zonat malore. Temperatura do të luhaten nga 1 deri në 22 gradë Celsius. Era fryt me një shpejtësi 35 km/orë, duke krijuar kështu dallgëzimin në brigjet e tare 1 ballë. Shohim tani temperaturat minimale dhe maksimale sipas Meteoralp për vendin dhe rajonin. Ky ishte parashikimi i motit për sot dhe nesër në vend të Europës. Falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.